Vrasja e 17-vjeçarit shqiptar në Greqi, i lënduari tregon se kush ishte autori. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Greqi ku një 17-vjeçar shqiptar ka humbur jetën pas një paleshje të dhunshme në Lutrak. Detajet e reja janë mësuar në lidhje me këtë ngjarje. 19-vjeçari i plagosur ka treguar autorin e vrasjes së 17-vjeçarit me origjinë nga Berati. Ai ka dhënë policisë informacione të rëndësishme për hetimin dhe autorin e ngjarjes së rëndë. Fillimisht 17-vjeçari u transmetuan në spital nga një i afërm, megjithatë pavarësisht përpjekjeve të mjekëve ai ndroi jetë nga plagat e marra, ndërsa 19-vjeçari i plagosur fillimisht u paraqit në spitalin e Lutrakut. Në mediat greke shkruhen se kishte marrë lëndime në barkë dhe gjoksa, ai kishte thënë para bluzave të bardha se ishte dëmtuar për shkak një aksidenti me makinë, por pas konstatimit mjekët kuptuan se plagët vinin nga përdorimi i një mjeti prerës. Mjeku kryetari i shoqatës mjekësore të Korinthit dhe zëvendësguvernatori rajonal i Peloponesit në fushën e shëndetësisë, Kristo Valantis Melos, në një deklaratë ekskluzive për Korinth TV, u referua gjërësisht ngjarjes tragjike me vdekjen e 17-vjeçarit në Lutraçi dhe plagosjen në rënd të 19-vjeçarit. Melos në deklaratat e tij theksoi se 19-vjeçari, jeta e cilit nuk është më në rrezik, ka ardhur i pari në qendrën shëndetësore të Lutrakit dhe ka pasur lëndime nga një send i pret në gjoks në barkë, ndërsa është konsideruar nevojshme transferimi i tij në spital në Atik. 17-vjeçari u dërgua i vdekur në spitalin në Korinthit rreth orës 6 të mëngjesit të së premtes. Sipas Melos, i riu duket se u nështrua plagëve në gjoks pak kohë para se të dërgohej në spital. Deri në këtë kohë autoritetet policore janë në këmbë dhe po përpiqen të zbardhin rastin që ka tronditur Korinthin dhe të gjithë Greqinë. Autoritetet greke po hetojnë më shumë mbi këtë rast.